Të dashur shqiptar, kryeministri ynë është i lidhur me vëllehet në mënyrë të thellë dhe 4 kullat më të mëdha që janë ndërtuar në Tiranë janë në nënzotrimin e vëllezërve Eftimiu. Çfarë do thotë Eftimiu? Është mbiemër grek që është adoptuar nga vëllehet. Dhe Eftimiu vjen nga gjuha e Homerit. Ati është përmendur për herë të parë Eftimos Anax dhe ka kuptimin lordi zemër mirë, shpirt mirë, sepse vjen nga eu që do thotë e mirë dhe thymos që tani shqiptohet thymos në gjuhën greke do thotë shpirt, fjalë për fjalë. Pra, këta njerëz shpirt mirë janë tentakulat e oktapodit shqiptar dhe kur ne shikonim dikur në vitet 90 filmin Oktapodi, ne kujtonim se ishte diçka që i përkiste vetëm Italisë. Kur nuk na e merr të mendja neve në jetëve që në Shqipëri njerëzit do të ekzekutoheshin një lloj si në filmin Oktapodi. Në jetëve shqiptarët nuk e kanë besuar që adheu i tyre i dashur do të bëhet vendi i Oktapodit, që ka shtrirë tentakulat e tij në polici, në shërbimin e fshehtë, dhe gjë më e keqe që ka bërë kryeministri shqiptar nuk janë kullat që kanë ngritur në Tiranë. Ai ka grabitur diskun me të dhënat e shqiptarëve, ju a ka dhënë shërbimeve të huaja, konkretisht organizatës së Soros, e cila e ka nxjerrë këtë online gjoja sikur është vjedhur nga shërbimet iraniane, për t'i vënë fajin Iranit dhe për ta sulmuar atë. Pra këtë ka bërë kryeministri shqiptar. Pikërisht mbas këtij akti, ai ka marrë disa medalje në shtetin e njerëzve të mirë, njerëzve të shkretëtirës, që të pinë gjakun sepse janë nga shkretëtira. Pra ta donin ta falenderonin atë. Dhe ai ju tha shqiptarëve se ai ka marrë këto dekorata në emër të popullit shqiptar që gjoja ka strehuar hebrejtë gjatë luftës së dytë botërore. Merr me mend se sa i ka mashtruar ai shqiptarët, sepse shqiptarët janë pellazg. Kur një jevgë nga Pradeshi ju thot shqiptarëve që Aleksandri i Madh ishte shqiptar, merr me mend se sa të lehtë ka kryeministri që të na mbushi mendjen neve që njerëzit e shkretëtirës i dhanë atij dekorata sepse në luftën e dytë botërore populli shqiptar kishte strehuar pikërisht këta njerëz të mirë. Por gjë më e tmerrshme që ka bërë kryeministri shqiptar është kjo. Ka vënë në dyshim themelet e shtetit shqiptar, ka dashur të krijojë shtetin Bektashi, i cili do t'u jepte pasaporta njerëzve të përzënë refugjat nga Palestina në Shqipëri. Planifikoheshin të vinin këtu mbi 200.000 palestinezë, që në fakt po vinë, por dalin ngadalë. Në valë të vogla. Po realizon këtë plan famkeq kryeministri shqiptar. Pra po merr pjesë në shfarosin masive të një populli tjetër, kryeministri shqiptar, prandaj po i merr ato dekorata. Ndërkohë që klanet mafioze po shfrytëzojnë këtë disk me të dhënat e shqiptarëve për të shantazhuar prokurorët, avokatët, policët, madje dhe ministrat. Këtë ka bërë klani mafioz. I ka marrë të dhënat e të gjithë shqiptarëve dhe po i përdor edhe në këtë moment që bëjnë këtë film, dhe ky është një dëm që nuk riparohet kurrë. Por dëmi më i tmerrshëm që i ka bërë Edi Rama Shqipërisë është ky, që ju nuk e dini. Duke vënë në dyshim ekzistencën e shtetit shqiptar dhe krijimin e shtetit Bektashi, ai praktikisht ka krijuar Republikën e Tiranës. Pra jugun ja ka dhuruar Greqisë dhe veriun Serbisë si zonë ekonomike të lirë, të gjitha dinë, dhe ka krijuar një shtet të vogël, shtetin e Tiranës. E ka realizuar këtë plan. Dhe gjëja më e tmerrshme që ka bërë kryeministri shqiptar është kjo. Në qoftë se vihet në dyshim ekzistenca e shtetit shqiptar.
Në qoftë se vjet në siguria e kombit ton në pikpyetje, sepse ne jemi të paftë të mbajmë formatin digjital të qytetarëve tanë, atëherë ambasadat e huaja kanë frikë që të bisedojnë me qeverinë e Shqipërisë. Dhe gjë më e tmerrshme është kjo. Shqipëria mund të përzihet nga NATO. Aq më tepër që NATO është në shpërbërje sipër sepse Shtetet e Bashkuara duan ta braktisin Europën. E kanë plan. Aq më pak duan ta mbrojnë Shqipërinë. As që i hynë në mendje fare. Përkundrazi, duan ta pastrojnë të gjithë rivjerën shqiptare nga shqiptarët, nga këto miza të panevojshme mjalti që jemi ne, dhe të vënë aty kolonistë nga vendi i bekuar. Kryeministri shqiptar me qëllim ka lejuar që të dëmtohet ujësjellsi i Vlorës, duke e ditur shumë mirë që shqiptarët janë shumë të ndjeshëm gjatë periudhës së Krishtlindjeve dhe gjatë periudhës së Vitit të Ri kur vinë nga jashtë shtetit tek familjet e tyre dhe shtëpia Qelbet. I vjen era mjalt. Dhe mendoni se sa të turpëruar ndjehen të zotët e shtëpisë kur kushërinjt vinë nga Italia, nga Greqia, nga Gjermania dhe shtëpisë i vjen era mjalt. Nuk shkon dot në banjë, nuk lahesh dot. Pra shqiptarëve ju kujtohen vitet 90 dhe acarohen shumë. Pra kryeministri shqiptar ka dashur të provokojë situatën e rëndë në Shqipëri në vitin 1997 kur shteti dështoi plotësisht. Pra këto janë ato që ka bërë kryeministri shqiptar. Ka dashur të shkatërrojë bërthamën etnike të shqiptarëve. Me qëllim ai bashkëpunon me evgjitët, me grekët, me vllehët dhe me njerëzit e shkretëtirës. Domethënë me njerëz jo shqiptar, por nganjëherë shqipfolës. Këto janë dëmet që ai ka bërë vendit tonë dhe çdo socialist, sepse harroni demokratët. Po ti je demokrat dhe ti je me Sali Berishën do thotë që ti je drilon. Dhe prandaj driloni është në pjesën e sipërme të Shqipërisë, në veri. Aty ka ndodhur një dëmtim i madh i kodit gjenetik të dibranëve, kuksianëve, shkodranëve. Harroni veriun. Pra, socialistët në qendër të Shqipërisë dhe në jug të Shqipërisë, ju lutem, braktiseni Partinë Socialiste, sepse nuk është më parti socialiste. Është bërë parti kriminalësh grek dhe të njerëzve të shkretëtirës. Pra në qoftë se ti heq dorë nga Partia Socialiste, ti i bën një të mirë atë dheut, është gjë më e vogël që mund të bësh për vendin tënd. Të heqësh dorë nga partia e këtij Jevgo Greku, njeriu më të zi që ka nxjerrë ndonjëherë Shqipëria. Gëzuar vitin e ri 2026 dhe ju shoft dita e Edi Ramës. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.